Ish deputetja Monika Kryemadhi u paraqit këtë të enjte në gjykatën e posaçme për seancën e dosjes Meta. Para hyrjes në ambientet e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Kryemadhi nuk nguroi të bënte batuta me gazetarët e pranishëm. Sot gjyqi im, imuniteti Belindës, protesta opozitës, iftari kryeministrit, filmi im. Unë kam fiksuar para datën këta gjithë mas me edhin. Kopjaca. Super. Haj, shifena. Edhe avokati I ish presidentit Ilir Meta, Kujtim Cakrani, ishte prezent në seancë. Çfarë do ndodhi avokati? Ka ngjarje të mira këtu në këtë seancë. Kalofshi mirë. Ish presidenti Ilir Meta ndodhet në qeliqe prej tetorit të vitit 2024. Meta është nën akuzë nga SPAK për korrupsion në 3 raste të ndryshme. Ish presidenti akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve. Monika Kryemadhi akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie.